Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Një nga kërkesat më të mëdha që kam marrë nga ju ka qenë që të sjell recetën e tiramisus. Vazhdojmë tani që ta përgatisim. Fillimisht kemi nevojë vetëm për të kuqet e vezës. Në total do të përdorim 5 të kuqe të vezës. Vazhdojmë tani që tek vezët të shtojmë 200 gram me sheqer. Vazhdojmë që t'i rahim me mikser për 5 deri në 7 minuta në shpejtësinë maksimale derisa të shkumohen mirë vezët dhe sheqeri. I përzijmë mirë për disa minuta derisa sigurohemi që i gjithë sheqeri është shkrirë te të verdhat e vezës. Tani këtë i largojmë anësh, vazhdojmë që të përgatisim pjesën tjetër të krimit. Tani marrim një enë tjetër dhe aty vazhdojmë që të shtojmë krem pana. Në total, krem pana unë po përdor 500 ml dhe gjithmonë sigurohuni që kremin pana do ta përdorni direkt nga frigoriferi që kremi t'ju trashet më mirë dhe më shpejt. Vazhdojmë përsëri që ta përzijmë me mikser në shpejtësinë maksimale, diku prefërsisht 7 minuta derisa të na formohet një krem i trashë. Si mund të bëjmë tiramisu pa mascarpone. Mund të përdorni cilën do lloj të mascarpones që keni dëshirë, por unë sot kam vendosur që ta përdor këtë lloj në mascarpones për një shije edhe më të mirë të tiramisus. Në total do të përdorim 500 gram. Vazhdojmë ta shtojmë tani mascarponen. Dhe përsëri përzijem me mikser derisa të dy krimat na bëhen bashkë. Pasi sigurohemi që i kemi përzier mirë të dy krimat, tani vazhdojmë dhe i shtojmë të verdhat e vezës që i kemi rahur me sheqer. Dhe tani më nuk e përdorim mikserin, thjesht me një lugë më të madhe, përzijem mirë derisa gjitha kremat tani të lidhen dhe të bëhen bashkë. Tani na duhet kafe. Unë po përdor espresso, por espresson e kam bërë pak më të hollë, duke shtuar pak më tepër ujë. Nëse nuk keni kafen espresso, lirisht mund të zëvendësoni me Nescafe të zezë, por sigurohuni që e keni të vakët, jo val të nxehtë. Tani marrim biskota Saviardi për tiramisu dhe vetëm 1 sekond i rrotullojmë, sepse këto çullen shumë shpejt, bëni kujdes ju lutem. Tani do t'ju tregoj edhe llojin e biskotave cilin po e përdor. Unë po përdor këtë lloj të biskotave Saviardi Lady Fingers për tiramisu. Vazhdojmë tani kështu, rendisim një herë një rend me biskota. Tani vazhdojmë që sipër biskotave ta shtojmë gjysmën e kremit, gjysmën tjetër e lëm për rendin e dytë. Pra unë sot do t'a bëj me 2 rinda, do t'a bëj ashtu duket më klasike, por nëse juve ju pëlqen mund t'a bëni edhe më të trash, duke shtuar më shumë rinda të biskotave. Dhe me njëherë vazhdojmë me rendin e dytë me biskota. Pasi rendisim rendin e dytë me biskota, shtojmë pjesën e mbetur të kremit. Dhe vazhdojmë me kujdes ta përhapim mbi tërë sipërfaqen, duke u siguruar që të gjitha biskotat do t'i mbulojmë me krem. Dhe pasi përfundojmë me renditjen, sipër tiramisun do ta mbulojmë me kakao në pluhur.
Mund të përdorni kakao të hidhur ose kakao të ëmbël. Unë preferoj që ta përdor kakaon e ëmbël. Dhe gjithçka që duhet bëjmë tani është që të presim në frigorifer, derisa tiramisu të ftofet mirë dhe të shtrëngohet mirë. Dhe sa më gjatë pushon, aq më e shishme bëhet, aq më shumë i thith shihet dhe aq më shumë trashet krimi. Unë zakonisht lejoj që të pushoj në frigorifer gjatë tërë natës për rezultatet më të mira. Dhe pasi ka pushuar për disa orë tiramisu në frigorifer, tani është e gatshme edhe për ta shërbyer. Do të vazhdoj që ta prej në copëza katrore dhe si në çdo video recetë, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.